Një nga pasuritë më të mëdha natyrore të vendit, liçeni i Shkodrës mund të bëhet së shpejti pjesë e programit Njeriu dhe Biosfera të UNESCO-s. Ministria e Mjedisit ka përfunduar aplikimin zyrtar për të përfshirë liçenin në këtë listë, që synon mbrojtjen dhe zhvillimin e qëndrueshëm të zonave me vlera të veçanta natyrore. Që ka shumë benefite dhe ideja është Njeriu dhe Biosfera. Çfarë do të thotë? Se si duhet të jetojë njeri në një sistem ekologjik duke pasur benefitet e saj, jo vetëm njeriu, por edhe gjithë natyra. Një rëndësi tjetër e veçantë sepse kjo bëhet merr një pasaportë ndërkombëtare, edhe rritet e vlera, jo vetëm tek pjesa e gjendjes aktuale, por edhe bashkëpunimit me Malezi. Dardha ndër të tjera tregon se me përfshirjen e liçenit të Shkodrës në UNESCO synohet edhe të minimizohen problematika të ndryshme si peshkimi i paligjshëm, ndotja e liçenit e të tjerë. Përfshirja në sistemin e Njeriu dhe Biosfera nga mund të themi që mund të kemi një tërësi të mbrojtjes së kësaj liçeni të Shkodrës. Por shumë këtë keq kuptohet tek pjesa sepse nëse liçeni i Shkodrës hyn tek rrjeti i UNESCO-s është gjithçka ndaluar, jo. Prandaj është edhe programi Njeriu dhe Biosfera, që duhet liçeni i Shkodrës ta shfrytëzojmë atë resurset që ka, por duke mos dëmtuar natyrën, duke të jemi në harmoni me biodiversitetin dhe vlerat që ka liçeni i Shkodrës. Aplikimi për përfshirjen e liçenit të Shkodrës në UNESCO pritet të sjellë bashkëpunime të reja ndërkombëtare. Ky liçen njihet për ekosistemin e tij me vlera të rralla, që shtrihet përgjatë kufirit mes Shqipërisë dhe Malit të Zi.